Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjibani reagon ashpër ndaj Aldos, ti ishe budallaj më i madh. Pas deklaratës së Aldo Markut në një intervistë ku e cilësoi Valbonën si budallaqja më e madhe e këtij edicioni, nuk ka vonuar reagimi nga Gjibani. Në një postim në Insta Story, ish panori e ka cilësuar Aldon si personin që u fsheh pas gishtit gjatë gjithë sezonit për ndjenjat ndaj Danjës dhe në fund e shiti si lojë. Ai shton se Valbona nuk është as pak budallaqe, përkundrazi ishte e sinqertë dhe nuk e përdori askënd për përfitime. Po pse nuk e përdore Valbonën në favorin tënd nëse ishte budallaqe? Shkruan Gjibani duke theksuar se Aldo është prekur nga fakti që ata, pra ai dhe Valbona, ishin të lumtur dhe kishin krijuar një marrëdhënie të sinqertë. Në përfundim ai quajti Aldon budallajin e vërtet që shiti veten si mbrojtës i femrave, por që përfundoi duke ofenduar një grua publikisht. Budalla u shitet si mbrojtës i femrave dhe gjetet të ofendosh një femër, mbyll ai me reagimin e tij.